Sigurisht unë do doja i praktullut. Shqipëria është demokracia e re, nuk ka pse vend si kufizimesh, duhet i japi hapësirë që dalin të aprovojnë, ja im Hungari i fitoj, zgjedhjet para 2 vjetë, 2% kështë marrë. Se dhe i bitë, s'doli jashtë loja, në kërë 2 vjetëve u bëpë. Por me gjithatë ta thash, do pranoj edhe i prag më të lartë, atje për të ndryshu formulën e përzgjedhjes deputetëve. Mënyra se si bëhet politikë në Shqipëri, kjo është më e rëndësishme se sa numri i përgjithshëm i deputetëve, edhe se sa është barazhi i poshtëm. Ka shumë vende që kanë vu barazhe. Fakt përgjithësi nuk janë demokratike. Kam për që më Turqit, kanë barazhin 10%. Pa jo është bëjë që më shynë kurdët në parlament, së është demokratike, fare, nuk do marim Turqijin për model. Atje ka vende tjera që parësyet të historikut vetë, dhe me thënë nga coptimi, fragmentarizimi i politikës, kam pas probleme. Shqipëris ka ndodhë në herë. Që do të thotë, në Shqipëri, kjo ideja që partit e reja i bëjnë sharra tyne të mëdhajave dhe kriza filla, asë herë s'ka ndodhë. Kriza ka fillu gjithmonë nga partitë e mëdhaja vetë. S'ka nga këto të voglot. Nuk po them, shpesher kanë qenë abuzive, shpesher, si të thushë, kanë danë copë, zamfeta, pushtetin, edhe kjo s'është e mirë për administratën publike, për vendimarrjen qeveritare, kuptoni se shteti nuk dahet thela. Atje, por, përgjithësi, sherrat dhe problemet në historinë e Shqipërisë kanë ardhur nga 2 partitë e mëdhaja. Ky është realiteti. Kriza e 97-ës ishte problemi brendshëm i PD-s, kupto. Krizat që u bën me Fatos Nano, Ilir Mete, ishin PS-s, nuk është se i prishin punë social-demokratët, po e si. Gjinushi apo Milo, hiqe fare, as agrare. Numrat e vetë undanë e kryun ato probleme. Që që kjo teoria e kotë edhe populiste, arbitrare që partitë e vogla i hapin punë, pushteti politik, që shpenzojnë para, se qytetarët s'din gjëra, mendojnë që nuk e kuptojnë që parat janë një thesë që ndajnë, të të marrin të vetët dhe shumicën e marrin, këto të voglat marrin a i sa jep ligje. Nuk është puna se ndajnë, që edhe kjo idesh. Plus që unë do të thoja, në atë konceptin tim, që kam për lirinë e për demokracinë, që çdo financim që bëhet me zgjeru demokracinë, me zgjeru liritë e qytetarëve, është një financim që kthehet mbrapa shoqërisë shqiptare. Pse? Po jemi demokracia re, 35 vjetë kemi ne. Ja për një jeti brez, unë jam qytë dita pare dhe kjo, pse e fundit. Dhe ne me kohën e diktaturës, me kohën e keqe, në ndan një generatë. Që që ka ana si mentalitet, si psikologji, si përqasje, ndaj gjërave të reja. Jemi shumë afër me kohën e vjetër, një brez në ndanë. Edhe mos ta quajnë njerëzit demokracinë si gjë të mirë qenë. Që na ka dhënë Zoti të shihet dhe kjo s'kthehet më mbrapsht. Nuk është granit kjo. Demokracia është gjë e butë akoma amorfe, e përkullshme, përpara presionit ekonomik, autoritarizmit, autokracisë, rrethanave gjeopolitikës ndërkombëtare. Kështu që ne duhet investojmë që institucionet i bëjmë pavarët, sistemi zgjedhor, mos përkullet, mos afektohet nga këto fenomene që për ditë kështu. Këtë një lloj imuniteti. Unë them që kjo që kam bërë është një rrugë e mirë. Uroj që të shkoj përpara, pastaj do hap ky debat publik. Nuk e asnjëri se ka, si të thush, mënyrë absolute të vërtetën që kjo është më e mira. Ky është proces. Koha të regoj që kjo formulë zgjedhore që kemi përdorë ishte e gabuar. U bë gati 5-6 vjet. Ky është rezultati. Pse ankohen? Zoti Shej, nëse Partia Demokratike si lokomotive opozitës e bën një tolerancë të tillë dhe le të themi e merr këtë vendimin e madh për ta kryer si proces, a do keni një tregje rezervash ndaj leadershipit të Partisë Demokratike? Ore, shikoj, se që mendoj unë për leadershipin, kjo është një çështje pothuajse personale, është relative. Unë po them, qofse hyn i procesi bëjnë mirë. Qofse afrohet dhe me idetë tona, është edhe më mirë. Këto që po thonë sot to, janë këto që kam 20 vjetë që i them unë. Po megjithatë unë s'po kërkoj autorsinë,
Unë përkërkoj të shtyllë në mënyrë pozitive që, si të thush, kjo barkë të dalin brek tjetër. Edhe për këtë punë politike, po do negociojmë, do pranojmë edhe të rjeqet dhe kompromise, po të bëhet një gjë konkrete, gjë reale. Jo deklarata kështu bosh, sepse duhem për këtë periudhë. Kështu që do i presim, do shikojmë, se që po bëhet. Unë jam njeri që dyshoj prej natyre. Jam dyshues, se besoj që gjithë njerëzit që kanë një, si me thonë, s'po them në inteligencë madhe, po mesatare, sa do të vogël, duhet dyshojnë në realitetin politik, sidomos shqiptar. Që kohët kanë tregu që gjërat kthehen, s'bën ashtu si duhen, shpeshherë bëhen për propagandë politike shqiptare. Është mësuar që thotë, a mërë sa ashtu ishin zgjedhjet atë, ashtu ishin politikë. Sa gjëra janë thënë tu para zgjedhjes janë bërë kurrë. Kështu që jam të thash dakord, shumë mirë që po hynë, që po frynë, si të thush, ajo era për të shty, për para këtë punë, por do shikojmë, ta shofim. Është e mjaftueshme për të vendosur në lëvizje turbinën. Pra, është thjesht element propagande drejtë tanë për momentin, apo është thjesht pjesë e marrëveshjeve, kompromiseve që shpeshherë janë bërë në Shqipëri. Dhe në qoftë se merren vesh dy palët zakonisht për këtë punë, janë marrëveshje. Rregull dhe lojës. Por gjithsesi unë e quaj pozitive. Pa paragjykuar. Nuk paragjykoj asnjëherë më në asë gjë, atë që është sidomos përpara. Unë gjykoj atë që ka kalu. Si të thush, koha e ka treguar të vërtetën, kuptoni? Atë gjykoj dhe gjykoj negativisht. Përpara ta thash, kam dyshimet e mia, por uroj që të ecet marrë përmbarë, jo për mua. Ne po vim duke u largua vazhdimisht, po por këto tjerët, për këto të rritë që... Megjithatë zotërishe ju thoni po vim duke u larguar avash, por në prag të çdo palë zgjedhje vendore, emri juaj lakohet si një kandidaturë e mundshme për Bashkinë e Tiranës. Është një grup qytetarësh të cilët janë dashamirës ndaj simpatizantë figurës suaj. Gjithë jetën, por unë gjykoj që këtë punë duhet ta marrin përsipër sa më të rritë se unë. Nuk po them Bashkia e Tiranës është një funksion politike. Nuk është thjesht se do marrësh ti, nuk je drejtori i analizimeve. Por gjithsesi them që opozita shqiptare ka dje me vajza shumë më të mirë se sa unë, që mund ta lëshojmë përpara këtë punë, që të bëhen edhe të faktorizohen politikisht. Prapë them deri kur të vinë zgjedhjet, kemi kohë për t'i menduar gjitha. Tash duhet me bërë këto gjëra që bëhen para zgjedhjeve, se këtu gjithnjë reforma të bëhen 2 muaj pare. Në presionin atje elektorale, dalin gjithmonë të deformume, si që kanë dalë deri më sot.